Surja El Fatiha. Mekase. 7 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd, as në të atyre që janë të humbur. Surja El Bekare. Medinase. 286 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty, o Muhammed, në atë që është shpallur përpara teje, dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë. Ata i pret një dënim i madh. Ka disa njerëz që thonë: besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por në të vërtetë ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtetë mashtrojnë vetëm vetveten, megjithse nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën Allahu u ashton. Ata i pret një dënim i dhëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Kur u thuhet: mos bëni çarregullime në tokë, ata thonë: ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë. Por jo, në të vërtetë, pikërisht ata janë shkaktarët e çarregullimeve, ndonse nuk e ndjejnë. Kur atyre u thuhet: besoni edhe ju ashtu siç kanë besuar njerëzit e tjerë, ata thonë: vallë, ato besojmë edhe ne ashtu siç besojnë mendjelehtët. Por jo, në të vërtetë pikërisht ata janë mendjelehtët, por nuk e dinë këtë. Kur takohen me besimtarët, ata thonë: besojmë. Por kur mbesin vetëm me djajt e tyre, thonë: në të vërtetë ne jemi me ju. Ne vetëm po talleshim. Allahu do të tallet me ata dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verbërisht në mendjemadhësinë e tyre. Pikërisht, këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen. Kështu që tregëtia atyre nuk u solli kurfar dobie dhe as nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë. Rasti i tyre
shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr, dhe kur ai u andriqon çka në rreth vetes, Allahu u amer dritën, i lë në errësirë dhe ata nuk shohin asgjë. Ata janë të shurdhër, me mec e të verbër, prandaj nuk kthehen në rrugë të drejtë. Ose shëmbëllen me ata që gjatë shtërëngatës nga qielli, shoqëruar me errësirë, bubullim dhe shkreptim, i mbyllin veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimën nga frika e vdekjes. Kështu, Allahu i ka nën kontroll mohuesit. Shkreptima, po thuaj, u amer shikimin, sa herë që ajo u andriqon rrugën, ata ecin, dhe kur i kaplon errësira, ndalen. Si kur të donte Allahu, do t'u amerte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes, i cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj, mos sajoni me vetëdije, zota të barabartë me Allahun. Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robit ton, Muhamedit a.s., atëherë, hartoni një sure të ngjashme me atë që ja kemi shpallur atij. Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që ja adhuroni në vend të Allahut, nëse jeni të sinqertë. Nëse nuk mundeni, dhe kur sesi nuk do të mundeni, atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoj me kopshte të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që atyre t'u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: këtë e kemi ngrënë edhe përpara. Por atyre do t'u jepen vetëm fruta të ngjashme me ata të tokës. Në xhenet, ata do të kenë bashkëshorte të pastra dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Allahu nuk nguron të jap shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë: çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull? Nëpërmjet tij, ai shumë kënd e lë në humbje, e shumë kujt i andriqon rrugën e drejtë. Ai i lë në humbje vetëm gjunahqarët e mëdhenj, të cilët shkelin besën e Allahut pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për ta mbajtur lidhur dhe bëjnë ngatresa në tokë. Ata janë një mend të shkatërruar. Si mund ta mohoni Allahun ndërkohë që keni qenë të pajetë, e ai ju dha jetën? Pastaj ai do t'ju bëj të vdisni, më pas do t'ju ringjall e në fund do të ktheheni tek ai. Është ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë, pastaj i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar duke e bërë atë 7 qiej. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Kur Zoti yt u tha engjëjve: unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata thanë:
a do të vesh atje dikë që do të bëj çrregullime e do të derdh gjak në të, ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty? Ai tha: Unë di atë që ju nuk e dini. Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj u aparaqiti engjëve dhe u tha: Më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtet. Qofshi lavdëruar, than ata, ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtet, ti je i gjithdituri, i urti. O Adem, tha ai, u atrego atyre emrat e gjërave. Kur ai u atregoi emrat e tyre, Allahu tha: A nuk ju kam thënë se vetëm unë i di fshehtësitë e qiellit e të tokës, dhe vetëm unë e di çfarë tregoni haptazi dhe çfarë fshihni? Kur u tham engjëjve, përuluni në sejdë para Ademit, ata u përulën, përveç Iblisit, i cili nuk deshi, u tregua mendjemadh dhe u bë mosbesimtar. Ne tham: O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet, dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të padrejt. Shejtani i shtyu të gabojnë e i nxorri nga lumturia ku ishin. Zbritni, u tham ne, do të jeni armiq të njeri tjetrit. Në tokë do të qëndroni, do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Ademi mësoi disa fjalë se si të kërkonte falje nga Zoti i tij, kështu që ai ja pranoi pendimin. Sigurisht, ai i pranon shumë pendimet. Ai është mëshirëploti. Ne u tham: Zbritni të gjithë prej xhenetit. Kur t'ju vi udhërrëfimi ynë, ata që do t'i përmbahen atij nuk do të kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen. Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit, ku do të mbesin gjithmonë. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur. Përmbushni premtimin që më keni dhënë, që edhe unë të përmbush premtimin që ju kam bërë, për t'ju futur në xhenet. Vetëm prej meje duhet të friksoheni. Besoni në atë Kur'an që kam zbritur si vërtetues të shkrimeve tuaja, e mos u bëni mohuesit e parë të tij. Mos i këmbeni shpalljet e mia me një vlerë të vogël dhe ruhuni vetëm prej meje. Mos e përzjeni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën mos e fshihni me vetëdije. Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe përkuluni në ruku, bashkë me ata që përkulen në namaz. Vallë, a ju urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e harroni, ju që lexoni shkrimet? A nuk arsyetoni? Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mendje e vështirë, përveç se për të devotshmit që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek ai. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe që ju kam ngritur mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëj asgjë
për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërbles, e as që do të ndihmoheni. Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i Faraonit, i cili ju shtypte mizorisht, ju atherte djemt e ju alinte të gjalla femrat. Kjo ka qenë një sprove madhe për ju, nga Zoti juaj. Kujtoni se si e çam detin e ju shpëtuam, ndërsa në pranin tuaj i fundosëm njerëzit e Faraonit. Kujtoni kur i caktuam Musait 40 net për takimin me të, e pastaj ju adhuruat viçin, duke vepruar si keqbërës. Pastaj ne ju falëm që të bëheni mirënjohës. Kujtoni kur Musait i dham librin dhe dalluesin që të udhëzoheni në rrugën e drejtë, dhe kur ai i tha popullit të vet: O populli im, ju vetëm vetes i bët keq kur e adhuruat viçin si Zot. Prandaj, kthehuni të penduar te krijuesi juaj dhe vritni njëri tjetrin. Kjo është më mirë për ju në sy të krijuesit tuaj. Ai ju afali gabimin, sepse ai i pranon shumë pendimet dhe është mëshirëploti. Kujtoni kur i that Musait: O Musa, ne nuk do të besojmë ty derisa të shohim Allahun haptazi. Atëhere një rufe ju goditi, ndërsa ishit duke parë. Pas vdekjes suaj, ne ju ringjallëm që të bëheni falenderues. Pastaj bëm qeret t'ju bënin hije, dhe ju zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë: hani nga ushqimet e mira që ju kemi dhënë. Ata nuk ishin mirënjohës, dhe kështu nuk na bën keq neve, por i bën keq vetes. Kujtoni kur tham: hyni në këtë qytet dhe hani ç'të doni dhe sa të dëshironi, por duke hyrë në qytet, përuluni në sejdë dhe thoni: falna, që ne t'ju afalim gabimet. Atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë shpërblimin. Por keqbërësit e ndryshuan fjalën që ju tha me një fjalë tjetër. Prandaj ne u sollëm atyre që bën këtë pa drejtësi një dënim nga qielli për mosbindjen e tyre. Kur Musai kërkoi ujë për popullin e tij, ne i tham: bjeri gurit me shkopin tënd. Atëhere nga ai shpërthyen 12 burime, dhe çdo fis e dinte burimin e vet. Ne tham: